Раскрсницата меѓу булеварот Благоја Тоска и улицата 29 ноември продолжува да представува опасност за тетовци. И покрај тоа што тендерот е завршен пред 13 месеци, семафорите се уште не се поставени. Од секторот за патишта и градежно земјиште во Тетово велат дека работите се во тек. Vonesat për shumë shkaqe janë bërë për disa shkaqe objektive dhe subjektive edhe për të operatorit. Edhe ishim kontakte javën e kalume, shkaku i mjeteve që ata u ankoshin nuk e di çfarë. Këtë javë na premtuan se në pjesën e parë, domethënë në pjesën elektronike kanë vendosur krejt, tash kanë mbetur vetëm këta shtyllat e këtine semaforëve që janë ansor, domethënë për këmbësor që janë. Këta portalet vetë që janë venduar. Domethënë si portale llogaritin ata, jo si konzolla që është, ajo pjesa kryesore që u bë pak më herët buj për ata. Besoj që brenda javës kësaj javës do vendohen edhe shtyllat e vogla të Тава 21 пред неколку месеци забележа дека на оваа раскрсница се поставени стари бандери, додека на тендерот беа објавени нови столбови. Градоначалникот на Тетово Билјал Касами вети дека по завршувањето на работите ќе излезе на терен и ќе изврши увид на работите врз основа на договорот. E ka kontratën ose mund të sigurojmë kontratën edhe të pasqarojmë se gjitha, domethënë, instalimi atyre semaforëve është bërë në bazë të kontratës. Domethënë nuk ka ndonjë, domethënë në tender gjithçka që është kërku është në fazë të realizimit. Domethënë do dalim edhe me atë tenderin, domethënë kërkesa që kanë qenë aty edhe do i kontrollojmë, do bëjmë një inspektim publik. Според градоначалникот и раководителот на патниот сектор, семафорите ќе треба да бидат завршени за 2 недели. Javën tjetër unë besoj që duhet edhe të kalojë edhe pjesa e ciklit, domethënë caktohet edhe cikli, ko zgjatja jemi të folë, domethënë nuk bisedojmë për ata, do vendosen shtyllat ajo. Ashtu të paktën na premtuan. Со пуштањето во употреба на булеварот Благоја Тоска, оваа раскрсница стана опасна за возилата, бидејќи улицата 29 ноември од приоритетна сообраќајница се претвори во споредна сообраќајница, што доведе до зголемување на бројот на сообраќајни несреќи. Во меѓувреме општина Тетово неколку пати ветуваше од јуни 2024 година до денес дека семафорите на оваа раскрсница ќе бидат завршени.